Suneti i dytë është ruajtja e qimeve në pjesët intime të njeriut, të meshkujt dhe tek femrat. Dhe treguam Enes ibn Malik, i cili thot se pejgamberi Allahut pra neve na u përcakton të kohë që mos të lejohet që kjo të zgjase ma shumë se sa 20 ditë. Pra maksimalisht 20 ditë. E me qka ato të pasrohen? Cila është me e preferuar? A me e preferuar që të ruhen? Apo me e preferuar të bëhet depilimi? Apo me e preferuar nuk ka të përcaktuar? Edhe pse nuk transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdor pas. Do thonë që ka bon depilimin e këtij vendi edhe pse transmetohet se Abdullah ibn Omeri ka përdor. Pra lejohet depilimi, ama nuk lejohet me shku në sallon e depilimit. Veçanti për këto pjesë të turpshme qoftë edhe nëse janë femrat për femrat. Nga se avreti mes gruas dhe gruas minimal është pejt e këthiza deri te gujnë. Ta në sallonin e depilimit shkojnë, edhe thotën se qaj kokën, e krinë këtë punë ato që e kanë vazife. Pra, lejohet depilimi pjesët qera. Ama nuk lejohet kjo pjesë është e ndaluar rreptësisht që të zbulon njeriu avretin, moshkullin ndaj moshkullit, po dhe femra ndaj femrës, vetëm me arsye sheriatike. Arsyeja sheriatike vetëm se nëse ka ndonjë ndërhyrje për operim, apo ka një smunje, apo është e pamundshme që ai të pastrohet tash në gjendje, domethënë që sigur që është i plakur baba apo nona apo kështu me radhë, atëherë domethënë që këto janë përjashtimet. Ndërsa për qef me shku njeri kozmetik dhe me bë depilim në pjesët e turpshme nuk lejohet dhe është haram. Amo ajo të ban depilim vetës së saj lejohet.